Taki, po e nisim me ju. Dje përfundoi ëndra e madhe ta quajmë e Kosovës për kualifikimin në botror, pavarësisht se paraqitja në fushën e Blert ishte për të duar trokitur. Ma mirë se kësha njësë, shbilet të shkonë trajniri, mi janë njësë para me. Në vërtet Blend, jo vetëm one, po gjithë po shijet se edhe dje pas ndeshjes së shparë kjo është gënimi, e sidomos të futbolistët, ku disa ishin përlutur në fush. Ama me gjithat në fund ata e kuptuan që gjithë tifozët që ishin jo veç pranë ishin tribuna, po dhe jashtë, janë konë krenar me paraqitjen e tyre, i duart roketën, në rrugtim, ndoshta në fillim që u është dukur i pamundur, përfundoi mbrëm. Ishim 90 minuta larg botrorit, u munduam, u përpoqëm në fund, kështu e ka futbolli, ndoshta më shumë thëmë Kishte paraqitje të mirë Kosova. Po, kishte paraqitje të mirë, sidomos në pjesën e parë, edhe realisht Turqia nuk është se na fitoi për shkak të cilësisë më të mirë apo mbi zotrimit që Pra është çështje fati, jo e performancës. Çështje fati, do thotë ndoshta në aksionin e parë apo në përpjekjen e parë në drejtim golit ton, shfrytëzoi një arramje të ekipit edhe e shënoi një gol shumë të lehtë që ndoshta ka qenë i evitueshëm. Do thotë ju përsërit fati sikur ndeshën me Rumaninë kur e shfrytëzoi atë mungesën e përqendrimit të mbrojtjes, shënoi gol edhe që si duket na ndëshkoi, megjithatë na do të më konë krenar, që kena mrit deri këtu, jena konë kryefjala kryesore e gjithë mediumeve të botës, edhe kena dëshmu që jena rrit shumë si kombëtare, edhe në të ardhmen jemi të gatshëm për sfida më të forta. Pavarësisht në fjalëve motivuese që thot Taki, sërish vrehet ajo zymëcia, po them, që të gjithë ndoshta sot e ka nisur ditën keq. Sigurisht, po të them unë edhe dje, ndoshta është ndeshja e parë që jam shku me akreditim si gazetar, për kur ja ka nisë ndeshja, jam konë tifoz i Kosovës, madje në vari paralajmërova që nëse mas ndeshjes nuk kam za me ful, mos ma zeni për të modhe, se sot du me festu me Kosovën. Do të gjithë kemi prit, u ka një moment historik, me gjithat nuk është fundi i botës, dhe kjo arritje deri këto finalet play-offit për botror është një arritje historike, do të më mburr me të, mi përkra këta djem, edhe me vazhdu. Edhe të idealja dhe ishte kualifikimi, sepse ishim 8 pranë dhe siç tha edhe Foda ose ka thënë para pak ditësh, është një mundësi e cila nuk të vjen shpesh në jetë, madje për disa lojtarë mund të jetë edhe e vetmja në karrierë me kombëtarët e tyre. Mos për shkak të Vedatin pas ndeshjes u largua te banka i përlutur, ndoshta Vedati në botrorin nashëm në vitin 2030, me siguri që do t'jetë i tërhequr nga kombëtari, ai vetëm më herët pati paralajmëruar që dëshira e tij është me marr pjesë që të botror edhe pas botror